Betohet sot kryetari i ri Zveçani Dragisha Milović, i cili ka deklaruar se do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet në Prishtinë. Ceremonia u zhvillua pasi Ilir Peci ja dorëzoi atij zyrtarisht detyrën, duke shënuar kështu edhe rikthimin e listës serbe në krye të komunës. Ai ka thënë se përpara i presin sfida, por ka shtuar se duhet të ruhet paqja dhe siguria në komunë. Në fjalën e tij pas betimit, Milović u zotua për bashkëpunim me të gjitha mekanizma ndërkombëtar dhe institucional që veprojnë në Kosovë. Sot pas 3 viteve kjo është solemne. Kuvendi po merr përfaqësuesit legjitim në kuvend. Shfrytëzoi rastin t'i falenderoj të gjithë qytetarët tanë që kanë dhënë për neve. Periudha përpara nesh nuk do të jetë e lehtë, do të jetë me sfida. Të ruajmë së paku paqen dhe sigurinë në hapësirën e komunës. Çdo familje që banon në Zveçan të ndihet të sigurt, ka thënë Milović pas betimit. Ai ka theksuar tutje se do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet në Prishtinë. Do të bashkëpunojë edhe me përfaqësuesit e misioneve, me KFOR-in, me EULEX-in, me OSBE-n, me të gjitha institucionet në Prishtinë, me APL-n dhe me Juve Mediave. Duhet të kuptojmë se qeverisja lokale duhet të jetë e fokusuar te qytetarët. Kushdo që vjen këtu të mirëpritet për të mirën e qytetarëve tanë, ka theksuar ai. Ndërkaq kur u pyet nga gazetarët sa i respekton simbolet e Kosovës, Milović është përgjigjur shkurt. Do ta shihni ditëve në vazhdim, sot nuk flas për këtë gjë, është përgjigjur ai.